është se nëse dënë me ditë një njeri sa është i mirë, sa o besnik, sa është i sjellshëm, sa është i devotshëm, sa është i edukuar, sa është këqyre, çfarë raporti ka me familjen e vet. Sepse për jashtë atyreve të oborrit, njerëzit mundën me aktru, me bë skena, një vjet me njonin, pastaj prishet kalon te tjetrin për me shfrytzu situatat. Të antarët e familjes, kur hynë mrena në shtëpi, i bin njerëzve maskat. Edhe tregon realitetin se prej tyne zakonisht nuk ka interes. Edhe shifët që po sillet me gruan e vet, çfarë arroganti është, çfarë rrugaçi me djalin e vet, çfarë mafiozi me babën e vet. Aty thotë sheh, andaj nëse familja gjojnë qetësi e vlatë e vet, gjojnë prehje te baba, te prindi, ai jep me kuptu se është njeri i mirë. Ai nuk ka maska kur del jashtë. Edhe kundërta, sa njerëz ka, keni kujdes ta, që na i livdojmë se ka sjelljen e mirë, por na thojnë neve familjartë. Kur qilen me neve, thotë, o hoxh, po ti nuk e nje që janë shpike. Ky na tranoj te shtëpia. Ky zguxojmë për ti me bazan shpe. Kjo nuk është mirë. Besimtari gjën më të mirë që e bën ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush është ai i cili sillet më së miri me familjen e vet.